Sa fjalimi bukur që ishte, apo jo, qa frymëzimi që kishte këtë herë, qa GDP-a, po. Bukurosh mall të madh paske për zonjën Balluku, por ta siguroj që ti lutesh Zotit edhe disa seanca mos të vi zonja Balluku, se po erdhi ajo, s'do gjesh vrim ku të futesh o lumat, se është e vjetër ajo, ti trego ato historit me tezën e me Fariun, më bukur nga gjitha ajo. Ato doktorët i di më mirë ti se të kanë hyrë në punë aty te familja jote, s'po i hy asaj historie. Të dashur qytetarë, sot kemi përpara një projekt ligj që në çdo vend normal do të ishte thjesht një lajm i mirë për qytetarët. Investim në energji, në rrjet dhe në sigurinë e furnizimit. Po prito bukurosh ta mbaroj unë, mendoj çat GDP-n, mendo fjalimin çoja çat GDP-s dhe ma jep replikën. 35 milion euro për të forcuar sistemin elektrik në veri të vendit, pas tërmetit të vitit 2019. Por këtu tek ne, si gjithmonë, edhe lajmi i mirë duhet të kaloj përmes filtrit të këtij krahu, këtej zhurmues. Këtij krahu që nuk nje më asnjë lloj kufiri, por të vetmin qëllim që ka është të vijë këtu edhe të jetë kundër çdo gjëje. Dhe nuk arrin dot ta kuptojmë, sepse nëse nuk ka investime, ju filloni dhe u lërisni. Nëse ka investim, thoni pse tani u kujtuat? Nëse ndërtohet një stacion, kundërshtoni pse ndërtohet. Nëse nuk ndërtohet, thoni pse nuk ndërtohet. Ju keni qenë dhe keni pasur çdo mundësi të bëni, por nuk bët asgjë të nderuar. Pra në çdo rast keni të njëjtin refren, në çdo rast e njëjta politik e vjetër, zhurma. Dhe ironia më e madhe, dini se kush është? Po flasim për ato zona që për vite me radhë keni arritur të mbijetoni nga pak. Po flasim për Shkodrën, për Lezhën, për Fushkrujën, Shëngjinin, po flasim për qytetarët tanë, po flasim edhe për ata pak demokratët tuaj tani që ju kanë mbetur në këto zona. Po flasim për njerëzit që nuk duan politik me energjin, por energji në shtëpitë e tyre. Po flasim për familje që kërkojnë një gjë shumë të thjeshtë, dritë pa ndërprerje. Por për ju edhe energjia elektrike kthehet në debat politik. Për ju edhe transformatori bëhet debat, edhe në stacioni bëhet konflikt, edhe investimi bëhet problem. Ju nuk jeni në anën e zgjidhjes, ju nuk jeni në anën e qytetarëve, jeni në anën e bllokimit të çdo gjëje që ecën përpara. Jeni në anën e zhurmës, por zhurma juaj nuk i ndalon dot projektet për Shqipërinë europiane. Ju mund të jeni në të shkëlqyer në ato zhurmë që bëni, por zhurma nuk dalon dot Shqipërinë në rrugën e saj. As zhurma, as tymi, as ajo revolta, as ato goditje që ju bën ti atyre punojësve të policisë së shtetit, i ka mbijetuar Shqipëria